Atmosfere tensionuar në seancën e Komisionit për Sistem Politik, ku zhvillua debat për amendamentet e propozim ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, që në amendamentin e parë, me të cilën kërkohej të përcaktohej se përfaqësimi i drejtë është obligim që buron nga marrëveshja Kornis dhe jo të konsiderohet si vullnet i mirë i qeverisë, u shkaktua debati i ashpër, pasi zëvendës kryeministri Bekim Sali e refuzoi jo vetëm këtë, por edhe amendamentet e tjera. Sinqerisht po çuditem se si zëvendës kryeministri me aq lehtësi thot vetëm amendamentin nuk pranohet, pa dhënë kurfar sqarimi, pa thënë pse dhe pa kurfar arsyetimi. Jemi mësuar t'i kaloni gjërat kështu, pra problemi sot nuk është vetëm ky ligj, po janë të gjitha gjërat të cilat i keni bërë këto 2 vite me radhë. Kur nuk keni argumente të qarta dhe të shëndosha për me mbrojt ligjin e Karakamishevës. Nga vlen nuk kundërpërgjigjen se amendamentet e paraqitura nuk janë thelbësore, por synojnë vetëm bllokimin e miratimit të këtij ligji. Të gjitha amendamentet e propozuara nga ana juaj 1 për 1 dhe pse tashmë i kam lexuar dhe fatkeqësisht mund të them se të gjitha amendamentet të cilët i keni propozuar, nuk i keni propozuar për të gjetë zgjidhje ose për të ofruar diçka më të mirë për ligjin, po vetëm e keni përpiluar në atë mënyrë të atill që pastaj i njëjti ligj të mund të bllokohet, sepse ky është qëllimi juaj dhe për këtë arsye duhet të jetë mirë i informuar opinioni. Reagoi edhe deputeti Zjadin Sela. Prandaj ligj pa kotën etnike as nuk duhet të diskutohet. As nuk duhet ta diskutoni këtë çështje prej momentin kur dolët dhe e helmuat opinionin. Ti krojsh zakon, so koko që mu nevoz možish. Na ti është o zajet në slavele, nekoj da bide diskriminiran, a nekoj privilegiran. Zato a qutite i në zemat e një të zborë da zboruate vëvërska zo zakonët. Fatmir Bytyqi nga LSDM, i cili së bashku me Monika Zajkovan dhe Slavjanka Petrovskën paraqitën amendamente, tha se përfaqësimi i drejtë nuk mund të reduktohet vetëm në shifra. Ovaj zakon zborува za соодветна и правична застапеност, но ако внимателно го читаме, ќе видиме дека предлагачот премногу се задоволил со формата, а премалку се занимавал со суштината. Како да е доволно институцијата да има некаков процент, некаков годишен извештај, па да заклучиме дека сме изграделе правична држава. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat duhet të zëvendësojë balancuesin, i cili 2 vjet më parë u shfuqizua nga gjykata kushtetuese.